A mendon që ka një përplasje shoqërore e cila buron nga politika, nga një vokabular agresiv që e prodhon politika dhe pastaj transferohet në ato, si të themun, kanale digjitale të cilat e përhapin, e amplifikojnë në përmasa që ndoshta as nuk e kishim menduar që mund të arrijnë. Realisht po, për shkak se krijuan shumë tabore mendimesh dhe tani zakonisht udhëheqësi ndiqet verbërisht, qoftë edhe them edhe me gabimet e tij, do thotë edhe me qëndrimet e tij dhe pastaj prodhon ndjekës të cilët ato ide shpërndahen në grupet e tyre dhe pastaj ai qëndrimi çfarë ndodh? Ai qëndrimi shndrohet në një dogmë në të cilën ti e ruan me shumë seriozitet dhe nuk e le askush ta kundërshtojë. Dhe ta themi, ndodh që atë që paraprakisht e përmendëm, krijohen këto grupet e mbyllura që këta ndjekës nuk e kanë kapacitetin për ta mbrojtur për shkak se qëndrimi nuk ka qenë i tyre. Është krijuar, është bart prej dikujt dhe është marrë si i gatshëm